Drejtuesit e furgonëve 8+1 në Shkodër kanë reaguar ndaj vendimit të Ministrisë së Transporteve për ndërprerjen e aktivitetit të tyre në shërbim të transportit të pasagjerëve. Penalizon për shdytit dhe përfundimisht vdes biznesin e autoveturave 8+1 pra të licencume. Dihet se 17 familje do të dalin nesër mbrapa në rrugë të madhe, duke mos kriju asnjë kusht. Hapësina shqiptare e lejon që të kenë punë edhe autobusat edhe furgonat. Drejtuesit e furgonëve shprehen se janë të licencuar dhe kanë respektuar gjithë procedurat e kërkuara nga shteti, ndërsa të vetmen të ardhur kanë punën si transportues pasagjerësh me anë të furgonave. Me këtë makinë maj familjen, edhe nuk kam kur gjë tjetër. Unë zdi gjë që me bëtesh, me pagu drejtat, ujnat shtetit e kam pagu drejtat, qeran, tana gjanat i kam pagu me këtë mjetë. Tesh shtetin dorë zotit e të shtetit. Është e disata herë që drejtuesit e furgonëve 8+1 të licencuar reagojnë në lidhje me vështirësi që hasin në punën e tyre. Ndërsa mësohet se nga data 1 mars e këtij viti do të dalin nga qarkullimi transporti i qytetarëve me furgonët 8+1.